Nga karburantet e drithrat zërcavatet e deri te ushqimet e paketuara, sa herë që bizneset përballen me rritje kostosh, efekti reflektohet pothuajse menjëherë në çmimet që paguajnë konsumatorët. Por kur kostot ulen, i njëjti reflektim shpesh mungon. Një nga shembujt më të qartë është forcimi i lekut, i cili nuk është përkthyer në ulje të ndjeshme të çmimeve të mallrave të importuara. Sipas ekspertëve, forcimi i monedhës vendase duhet të krijojë hapësira për rishikimin e çmimeve, sidomos për produktet e importit. Kur kjo nuk ndodh, lind nevoja për të analizuar nëse tregu funksionon me konkurrencë të mjaftueshme, apo nëse marzhet e fitimit po zgjerohen përtej asaj që diktojnë kostot reale, sipas ekspertëve. Ekspertët vlerësojnë se Shqipëria ende nuk ka instrumente të mjaftueshme për të parandaluar shtrembërimet në formimin e çmimeve. Përtej rolit të autoritetit konkurrencës, kërkohet një monitorim aktiv i tregjeve dhe më shumë transparencë për mënyrën se si përcaktohen çmimet nga importi deri tek shitja me pakicë. Sa më transparent të jetë tregu dhe sa më fort konkurrenca, aq më vështirë bëhet mbajtja artificiale e çmimeve në nivele të larta. Për këtë arsye, institucionet duhet të krijojnë kushte, sipas ekspertëve, që tregu të bëhet rregullohet përmes konkurrencës dhe jo të dominohet nga pak operator. Pavarësisht pasigurive të krijuara nga zhvillimet gjeopolitike dhe tensionet në tregjet ndërkombëtare gjatë këtij viti, ekspertët vlerësojnë se konsumatorët shqiptar duhet të kishin përfituar më shumë nga efekti pozitiv i forcimit të lekut, veçanërisht për produktet që varen nga importi. Kjo ka qenë dhe një kërkesë e vazhdueshme në edicionet tona informative, në kronikat problemore, pikërisht si kërkesë e qytetarëve.